Nga sot qytetarët e Gjakovës do të paguajnë më shumë për bukën e përditshme, pasi çmimi është rritur nga 0,60 deri në 0,70 euro. Kjo rritje ka ngjallur reagime të shumta në mesin e qytetarëve, të cilët thonë se kostoja e jetesës po rritet dita ditës, ndërsa të ardhurat e tyre mbesin të njëjta. Po rritja e çmimit besoj që ka ndikuar edhe shtetimi i rrymës, që jo vetëm shtetimi i bukës, po besoj që shtetimi i rrymës do të kontribuon edhe në shtetimin e shumë senave. Një ndër to edhe buka që o primare për këtë popull. Një tjetër qytetar mendoi më ndryshe nga të tjerët. Rritjen e çmimit bukës po e vlerësojmë për popullin shumë keq, po për forrazhit nuk kanë faj, se ju ka rrit rryma, edhe populli pe keq përdor bukën, shumë herë e gjon kontenerat me bukë. Atëherë na nuk kanë faj, se na nuk ja dim vlerën bukës, edhe për atë punë thojë ma shtrenjtë. Kjo ndikon keq për pensionerat, për ata që janë me sjellje sociale, me ata që janë të varfër, po i keq janë në për të mirin. Ndërkohë, kryetari i shoqatës së furtarëve në Gjakovë, Genc Fetahu, tha se kjo rritje ishte e pashmangshme. Sipas tij, çmimi i miellit, energjisë elektrike dhe produkteve të tjera janë rritur ndjeshëm muajt e fundit, duke bërë të pamundur mbajtjen e çmimit të mëparshëm. Si pike para, kanë hyrë çdo sene, dini edhe vetë. Ka hyrë mielli pak, ka hyrë rryma, pedini, punëtori, ka hyrë tatimi në pranë. Këtë gjitha sene ka hyrë. Kështu që kemi po të arsyeshme që me arrit bukën e çmimin e bukës. Edhe kanë thonë 80 cent, po këmbra unë për në Gjakovë i mon 70 cent. Adi me sta bom të modhe, edhe hatër popullë di që nuk kanë, edhe pak nëse, por që shto, na kishim mujtë minus më dalë, për në më shumë familjarë. Se më konë këtë më rroga, pëntoj dhe konë, për para shumë pak të është dy fishi, gjitha sen dy fishi një. Për që atë punë e ki po të arsëshme, me në bukën 7 cent. Dhe më në artikët tjera, bërejkin e konë një 30, o konë ma herë të tërka u bu, para 6 muaj u bu një arë gjysë, në tash ki bu një arë gjysë. O jep me dhe mishi, o jep edhe mili, do më gjitha sen është në procedurë sipër. Për ata kemi marrë arsye, kemi marrë vendim për të tonë, jo vish në kryetemin, vendim për krejtimi i bufortar, edhe për me rritë çmimin e bukës. Ndërkohë, qytetarët shpresojnë që kjo të mos pasohet me rritje të tjera të produkteve bazike, nga si çdo ditë më shumë po vështirësohet shporta e tyre familjare.